Si të kryej pagesat e faturave elektronike brenda vendit në Credins Online. Hyni në Credins Online duke u identifikuar përmes kodit tuaj PIN, fingerprint ose Face ID. Klikoni fillimisht tek ikona e profilit. Më pas, menun zgjidhni klientin. Në vazhdim do t'ju shfaqen të gjithë klientët që keni të lidhur në Credins Online. Klikoni mbi klientin nga do të kryeni pagesën. Në vijim klikoni tek menut e shpejta në faqen kryesore Bankat brenda vendit ose në menun poshtë Transfero para. Zgjidhni llojin e transfertës brenda vendit. Zgjidhni llogarinë tuaj nga e cila do të kryet pagesa. Klikoni një herë të vetme. Aktivizoni me një klikim kutizën Pagesë fature elektronike. Shtypni skano kodin QR dhe mjafton të drejtoni kamerën e telefonit te kodi QR i faturës. Të gjitha të dhënat e fushave plotësohen automatikisht nga sistemi NIVF. Emri i përfituesit, IBAN, shuma dhe përshkrimi. Fushat e tjera duhet i plotësoni manualisht. Plotësoni numrin e faturës sipas formatit të duhur. Në qoftë se fatura nuk ka në fund vitin, të shtohet manualisht. Zgjidhni shtetin. Shkruani adresën e plotë të përfituesit. Zgjidhni emrin e bankës. Mund ta shtoni si përfitues tek butoni Shto tek përfituesit. Klikoni Dërgo. Llogaritë dhe shuma shfaqen automatikisht. Zgjidhni një nga 3 opsionet tek fusha prioriteti. Zgjidhni komisionet e transfertës sipas detyrimit se cila palë do i paguaj. Kujdes, transfertat nëpërmjet AECH, AIPS, lek apo euro dhe SEPA-CT ekzekutohen vetëm me opsionin SHA. Komisionet e transfertës së bankës son do të paguhen nga ju si urdhërues i transfertës. Komisionet e bankës së përfituesit do të paguhen nga përfituesi. Tek arsyeja e transaksionit në fushën përshkrimi, përveç NIPT-it që ju shfaqet automatikisht, mund të shtoni informacione shtesë. Klikoni Dërgo. Më pas konfirmoni të dhënat e transfertës. Autorizojeni duke vendosur PIN-in tuaj ose përmes Face ID. Transferta juaj u krye me sukses. Printoni mandatin tek eksportoni të dhënat. Tek gjendja e veprimit online vështroni statusin e transfertës ose riprintoni mandatin. Credins Online, personalisht për ty.